I nderuar i vëlla, nuk do të thotë që të kesh veshje apo shtëpi të dobët. Ti mund të jetosh në pallate, të kesh para të mëdha, por të jesh I nështruar ndaj Zotit xhaleshanu do të thotë ta përjetojsh nevojën e madhe që ke ndaj krijuesit tënd, ndaj Allahut të madhruar. Prandaj një person I cili ishte I udhëzuar në rrugën e drejtë, para kishte bërë mëkate të mëdha, dhe sa herë që I kujtoheshin mëkatet, thotë e kafshoja buzën time dhe e ulja kokën përballë Allahu xhaleshanuhu nga mbarja dhe nga turpi se çfarë kam bërë përpara, edhe pse I penduar ndaj Zotit të madhruar.